Aleksandër Dushaj, autori i vrasjes së vëllezërve Shkami në Postrip të Shkodrës, nuk ka shprehur pendes për krimin e dyfisht. Edhe para efektivëve të Tiranës dhe Bluve të Shkodrës, ai ka deklaruar se po të kishte mundësi do të vriste edhe vëllain e tretë të viktimave. 31 vjeçari është transportuar gjatë pasdites së të martës në drejtorinë e policisë së Shkodrës, ku është pyetur edhe për personat që ndihmuan t'i fshihej policisë për më shumë se 48 orë. Mësohet se Dushaj ka deklaruar se menjëherë pas krimit është larguar në mal dhe momentet e para të operacionit të policisë i ka parë, por ka arritur t'i fshihet mjaft mirë duke njohur edhe zonën. Sipas pohimeve të tij, rrethorëve të pasdrekës së 2 janarit ai ka lëvizur në këmbë deri në zonën e Lezhës përmes disa fshatrave të Nën Shkodrës, por nuk është njohur nga banorët. Më pas, nga Lezhë ai ka udhëtuar me makinë dhe është vendosur në zonën e Kamzës, ku është strehuar deri në mbrëmjen e 4 janarit, kur vendosi të dorëzohej në polici pasi kishte marrë garancinë për jetën. Tashmë pritet që Dushaj, mbi të cilin rëndon akuza e vrasjes në rrethana cilësuese të më shumë se një personi, të dalë përpara trupës gjykuese të gjykatës së shkallës së parë në Shkodër, ku edhe do të njihet me masën e sigurisë.